Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka rënë prej një mashtrimi nga dy komedianet e njohuros të njohur si Vovan dhe Leksus. Ata e kanë bërë Kurtin të besoj se po komunikonte në telefon me presidentin e Letonisë, ndërsa në të vërtetë po zhvillonin një bisedë të regjistruar. Pranku me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është titulli që ata i kanë vendosur intervistës. Në videon e publikuar dëgjohet kryeministri Kurti duke diskutuar për opozitën në Kosovë, media dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurti gjithashtu përmend edhe emisarin amerikan Richard Grenell dhe diskuton për çështje të tjera politike. Në videon e publikuar në një nga llogaritë e komedianëve rust, Kurti thë se Grenell është homoseksual. Tër këto 4 vite kundër meje, ai ishte instrumental në rrëzimin e qeverisë time të parë në 2020-ën, e vetmja qeveria ime u rrëzua gjatë pandemisë dhe tash në masë të madhe është rreshtuar me opozitën. Ai ka marrë një çmim të lartë në Beograd, të klasit të parë si diplomat, kështu që nuk është në rregull të marrë çmime të atij soji në një vend autoritar dhe të pretendosh të jesh neutral. Tash ka një punë të re, Instituti Kennedy, ku ka të bëjë me vlerat e SBA-ve edhe pse ai vetë është gay, ka thënë Kurti ndër të tjera. Më pas ai ndërpritet prej njërin nga komedianët të cilët prezantohen si presidenti i Letonisë duke thënë se edhe unë jam gay. Kurti kërkon ndjes duke thënë se s'e ka ditur. Komedianët rus janë të njohur për mashtrimin e liderëve botror dhe figurave publike të njohura, shpesh shfaqen si lider të shteteve apo zyrtar të lartë. Lidhur me këtë video prank ka dalë një reagim nga qeveria e Republikës së Kosovës. Sipas tyre, kjo video është realizuar me një mbëdhje të shkurt. Për më tepër, qeveria ka shpjeguar se kjo ngjarje ka ndodhur në një periudhë kur kryeministri Kurti po pranonte mesazhe të shumta urime dhe thirrje për rezultatin e zgjedhjeve, duke shtuar se për shkak të ngarkesës së kohës nuk ka qenë gjithmonë e mundur të kryeshin verifikimet e plota të çdo telefonate. Por përveç Kurtit, edhe një kryeministër tjetër kosovar ka rënë prej mashtrimit, Ramush Haradinaj. 6 vite më parë, kur Ramush Haradinaj mbante postin e kryeministrit të Kosovës, 2 komikët rus kishin vënë në lajthitje atë. Njëri prej tyre ishte paraqitur Haradinajt në emër të ish-presidentit të Ukrainës, duke i thënë se pas zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë, ai do ta njeh pavarësinë e Kosovës në shkëmbim të mbështetjes së Haradinajt. Komikët rus kishin telefonuar 2 herë kryeministrin Haradinaj, një herë në janar dhe një herë në prill. Në këtë bisedë telefonike, Haradinaj i premtonte mbështetje ish-presidentit ukrainas duke i thënë se do ta përkrahte publikisht përmes llogarisë së tij në platformën X. Pas kësaj bisede, Haradinaj i rënë në Graz kishte publikuar një status në platformën X ku i kishte uruar fitore në zgjedhje ish-presidentit dhe kryeministrit të tij të ardhshëm. Shakane njëjtë kishin tentuar t'ja bëjnë edhe Hashim Thaçit gjatë mandatit të tij si president. Mirë po, ai kishte thënë se kabineti i tij janë treguar të kujdesshëm duke preventuar atë.